jam Klea Metaliu, jam 19 vjeçë dhe kam lindur në Tiranë. Në moshën 6 vjeçare, familja ime zhvendoset në Itali, ku tani jetoj edhe vazhdoj studimet e mia. Familja ka një vend shumë të rëndësishëm tek unë, sepse kanë qenë gjithmonë mbështetje për mua dhe jam shumë e sigurt që do vazhdoj të jenë. Gjatë adoleshencës kam kuptuar që ëndra ime më e madhe ishte të vazhdoja studimet ligjore edhe akoma mbetet një nga synimet e mia të bëhem një juriste e suksesshme. Gjithmonë e kam ndjekur Miss Universe dhe kam pasur gjithmonë një ëndër që të merrja pjesë në këtë kompeticion, sepse më pëlqente mënyra se si u trajtonin vajzat, paserelat, udhëtimet. Personi i parë që i thash që do merrja pjesë në Miss Universe ishte mami, që më fali shumë besim edhe më tha, po, ti do marrësh pjesë edhe pse mos ta fitosh atë kompeticion. Jam Jona, jam 19 vjeçe dhe jetoj në Itali. Kam ardhur këtu kur kam qenë e vogël dhe kam studiuar për turizëm. Jetoj me mamin dhe vëllain sepse babi nuk ka qenë kur pjesë e familjes. Me pëlqen shumë të bëj sport dhe kur kam qenë e vogël kam luajtur 5 vjet basketball. Jam një vajzë që tregohet e fortë, por brenda jam shumë e prekshme. Arsyeja që jam pjesë në Miss Universe është për të rritur vetbesimin. T'jam Italia, por nuk do të harroj që jam shqiptare. Jam Frida, jam 22 vjeçe dhe kam lindë dhe jetoj në Itali, por më origin jam nga Shkodra. Familja ime përbahet nga 5 antar, babi, mami dhe dy motrat. Me mamin kam një lidhje shumë e fortë, sepse ajo është dhe ka kenë gjithmonë një mbështetje shumë e madhe për mua. Jam një studente dhe fakultetit në mjekësisë dhe kirurgjisë dhe e adhuroj këtë shkencë, sepse ka shumë humanitet brenda. Jam një vajzë shumë e fortë, që do të arrit gjithmonë objektivet veta në jetë. Dhe për mu, Miss Universe Albania është një mundësi për me sfidu vetë-veten. Jam Kristina Niçe, jam 18 vjeç, jam lindur dhe banoj në qytetin e Beratit. Familja ime përbëhet prej 5 antarësh, ku unë jam fëmia i madh. Suporti ime i madh në jetë është mami im, dhe gjithçka që dua të arrit me perfektësi është për shkak të saj. Ëndra që unë dua të realizoj për më vonë është mjekësia, pasi është një profesion shumë human dhe ndihmon njerëzit. Gjithmonë e kam pasur një pjesë shumë të mërzitshme të jetës time që babi ka qenë larg. Për çdo vajzë babai është heroi i tyre dhe ashtu si për çdo vajzë është edhe për mua. E kam pasur gjithmonë larg dhe dëshira ime do ishte që gjithmonë ai të ishte për krah nesh, pasi për vajzat është një mbështetje shumë e madhe dhe në fund të ditës ai është dashuria më e madhe. Miss Universe ka qenë ëndra ime prej kur kam qenë e vogël, por tani po bëhet realitet. Akoma nuk kam dhënë më të mirën time, por shpresoj se deri në fund do t'ja dalë me sukses. Unë jam Sara Domi, jam 21 vjeç dhe vjen nga qyteti Tiranës. Aktualisht jam në vazhdim të studimeve të mia bachelor, ku studioj për komunikim dhe marketing. Familja ime përbëhet nga 4 pjesëtar. Jam unë, vëllai im më i madh dhe prindërit e mi. Kam krijuar një relacion tepër të veçantë me maman time, ajo është suportuesja ime më e madhe dhe më ndihmon në çdo gjë. Unë kam ndjekur çdo vit kompeticionin e Miss Universe Albania dhe këtë vit vendosa që të isha dhe unë pjesëmarrëse. Unë dua që t'i sugjeroj të gjithë bashkëmoshatarëve të mia apo personat të cilat e konsiderojnë si diçka primare, largimin nga Shqipëria, që mos ta konsiderojnë të tillë, sepse Shqipëria është vërtet një vend shumë i mirë, një vend që të krijon mundësi dhe ti duhet që ta marrësh këtë mundësi dhe ta shfrytëzosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Ashtu si shkrihen në Dorian Samor Palas stilet e epokave të ndryshme që kanë shënjuar historinë e artit botror, ashtu do të vinë tani dhe konkurrentët tona me artin e veshjeve tradicionale nga treva të ndryshme të shqiptarisë. Shtëpia e modës Arieta nga Prizreni sjell një koleksion të rrallë me kostumet më të veçanta të etnografisë shqiptare. I ndjekim së bashku.